Një propozim I ri që po qarkullon në mënyrë jo formale në qarqet politike europiane parashikon mundësinë që vendet e Ballkanit Perëndimor të anëtarësohen në Bashkimin Evropian pa të drejtën e vetos, një nga mekanizmat kyç të vendimarrjes të blok. E drejta e vetos, I sankcionuar në traktatet themeluese të BE-s, u jep çdo shteti anëtar fuqinë për të përballuar vendime të rëndësishme që kërkojnë unanimitet, përfshirë zgjerimin dhe pranimin e vendeve të reja. Heqja apo kufizimi I kësaj të drejte për anëtarët e ardhshëm shihet si një mënyrë për të shmangur bllokadën politike që kanë shoqëruar proceset e mëparshme të zgjerimit. Diskutimet sipas raportimeve të Radio Europa e Lirë lidhen me një kontekst më të gjerë sigurie dhe gjeopolitike, sidomos në përpjekjet për stabilitetin në Europën Lindore dhe negociatat për paqe në Ukrainë, ku aktualisht rol të rëndësishëm po luajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kuadër, zgjerimi I BE-s nuk po shihet më vetëm si një proces ekonomik apo administrativ, por si një instrument strategjik për forcimin e sigurisë dhe ndikimin politik të bllokut në rajon. Një zëdhënës I Komisionit Evropian ka theksuar se anëtarësimi I ardhshëm I Ukrainës është pjesë e diskutimeve, por pa paragjykuar vendimet përfundimtare. Nga ana tjetër, disa liderë të Ballkanit Perëndimor kanë shprehur hapur gatishmërinë për të pranuar një anëtarësim me kompetenca të kufizuara në fazën fillestare, mes tyre edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, I cili e ka cilësuar integrimin si prioritet strategjik, edhe nëse kjo do të nënkuptonte kompromise të përkohshme. Sipas burimeve brenda komisionit edhe Marta Kos, komisionere për zgjerimin dhe politikane nga Sllovania, mbështeti rishikimin e së drejtës së votës për anëtarët e rinj me qëllim për shpejtimin e procesit me shmangjen e bllokimeve politike. Megjithatë, ideja mbetet ende në fazë diskutimesh dhe çdo ndryshim do të kërkojë dakordsinë e vendeve aktuale anëtare, por vendet e rajonit kjo formulë shihet si një kompromis I mundshëm mes sovranitetit vendimarrës dhe përfitimeve të anëtarësimit të plot në familjen evropiane.